Si ndikon stresi i nënës tek bebi? Stresi i nënës nuk është thjesht një ndjesi kalimtare. Ai ka ndikime reale në zhvillimin e bebit, që nga periudha e shtatzanisë dhe deri në muajt e parë të jetës. Trupi i nënës dhe ai foshnjës janë thellësisht të lidhur dhe çdo ndryshim emocional te nëna mund të reflektohet në mënyrën se si reagon apo zhvillohet bebi. Gjatë shtatzanisë, nivelet e larta të kortizolit, hormoni i stresit, mund të kalojnë përmes placentës dhe të ndikojnë në zhvillimin e trurit të bebit. Studimet tregojnë se stresi kronik te nëna lidhet me një rrezik më të lartë për lindje të parakohshme, peshë të ulët të bebit dhe probleme në zhvillimin emocional të tij më vonë. Por ndikimi nuk përfundon me lindjen. Edhe pas ardhjes në jetë, një nënë e cila është vazhdimisht e stresuar mund të ketë më pak energji për të ndërtuar një lidhje emocionale të qëndrueshme me fëmijën. Bebet janë shumë të ndjeshme ndaj atmosferës emocionale të shtëpisë. Ato ndjejnë kur nëna është e tensionuar, e lodhur apo e shpërqendruar. Si rezultat, bebet mund të bëhen më të shqetësuara, të kenë probleme me gjumin, të ushqehen më pak dhe të qajnë më shumë. Stresi i zgjatur te nëna gjithashtu mund të ndikojë aftësinë e saj për të kujdesur në mënyrë të duruar dhe të ndjeshme ndaj nevojave të bebit. Mungesa e këtij kujdesi mund të çojë në vështirësi në ndërtimin e një ndjenje sigurie te fëmia, që është thelbësore për zhvillimin e tij emocional dhe social. Fatmirësisht nuk ka nevojë që gjithçka të jetë perfekte. Mjafton që nëna të jetë e vetëdijshme për gjendjen e saj emocionale, të kërkojë mbështetje kur ka nevojë dhe të kujdeset për veten me të njëjtën dashuri që jep për fëmijën. Kur nëna ndjehet më mirë dhe bebi rritet më i qetë, më i sigurt dhe më i lumtur.